Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Shpëtoni nga infeksionet urinare vetëm me sot buke dhe uthull molle. Ja receta. Infeksionet urinare shpesh mund të kthehen në një shqetësim për shëndetin ton. Jo gjithmonë zgjidhja e vetme është të drejtoheni te mjekësia, por ekzistojnë mënyra të ndryshme natyrale që mund të zgjidhin këtë problem në mënyrë të shëndetshme. Infeksionet e shkaktuara nga bakteriet shkaktojnë inflamacione dhe irritime të fshikëzës së urinës dhe uretër. Tubi që mban urinën në trup, prandaj lind nevoja për urinim të shpeshtë. Përdorimi i sodës së bukës neutralizon urinën dhe bën atë më pak acidike, duke ndihmuar kështu në lehtësimin e dhimbjeve therrëse. Si fillim, tresni një gjysmë lugë çaji sodë buke në ujë dhe konsumoni të paktën 2 herë në ditë. Gjithashtu, ju ndihmon edhe për shmangjen e infeksioneve dhe konsumi i këtyre lëngjeve. Kjo është një arsye e mirë për të nxitur edhe largimin e bakterieve dhe infeksioneve që sapo kanë nisur. Gjithashtu edhe përdorimi i uthullës së mollës, por në të njëjtën mënyrë mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për të mbajtur larg këto shqetësime. Infeksionet urinare. Nëse ka në kohë që ju kanë prekur, duhet i trajtoni vetëm në mbikëqyrjen e një eksperti. Nëse i kapni ato që në hapat e para, do ta keni më të lehtë menaxhimin e tyre dhe mbi të gjitha, largimin përfundimtar dhe sigurimin e një shëndeti më të mirë urinar. Infeksionet e traktit urinar janë shumë të zakonshme. Një analizë e vitit 2022 zbuloi se në vitin 2019 më shumë se 404 milion njerëz në mbar botën kishin kaluar infeksione të tilla urinare. Infeksionet ndodhin kur bakteret hyjnë në rrugët urinare dhe mund të prekin gjithashtu këdo, por femrat janë gjithashtu më të rrezikuara nga ky problem. Kjo për shkak se uretra femërore. Gjithashtu, tubi që nxjerr urinën nga fshikëza është më i shkurtër se sa ajo mashkullore. Distanca më e shkurtër e bën atë më të lehtë për bakteriet që të arrijnë në fshikëzë. Simptomat mund të shfaqet si ndjesia e djegës gjatë urinimit, urinim i shpeshtë, urinë e turbullt ose e errët, urinim me erë të fortë, por ndjesia e zbrazjes jo e plotë të fshikëzës ose dhimbja gjithashtu mund të jetë prezente në gjendjen tuaj. Edhe pse antibiotikët përdoren për të luftuar këto infeksione, ka disa mënyra natyrale që ndihmojnë në menaxhimin e infeksioneve dhe zvogëlimin e rrezikut të problemit dhe përsëritjes së tyre. Në këtë video, sipas health.com, do ju njohim me disa prej tyre, të cilat në mënyrë natyrale do ju ndihmojnë kundër këtyre problemeve. Pini më shumë lëngje që të ndjeheni më të shëndetshëm dhe të parandaloni komplikacionet. Urinimi i rregullt mund të ndihmojë në largimin e bakterieve nga trakti urinar, duke parandaluar kështu edhe infeksionet e mundshme. Kur jeni të dehidratuar dhe nuk urinoni shpesh, terreni për shumimin e bakterieve është edhe i përshtatshëm. Për të qëndruar të hidratuar dhe për të plotësuar nevojat tuaja për lëngje, është mirë që të pini ujë gjatë gjithë ditës. Merrni më shumë vitaminë C në dietën tuaj. Disa prova sugjerojnë se rritja e marrjes së sasive të vitaminës C mund të mbrojë kundër këtyre infeksioneve. Vitamina C mendohet se rrit aciditetin e urinës, duke vrarë kështu bakteriet të cilat shkaktojnë edhe infeksionin në rastin tuaj. Frutat dhe perimet janë veçanërisht të larta në vitaminë C dhe janë një mënyrë shumë e mirë për të rritur sasinë e konsumit të tyre. Specat e kuq, portokalli, kivi përmbajnë gjithashtu sasi të plota të rekomanduara ditore të vitaminës C, të cilat janë një ndihmë shkëlqyer për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Konsumoni lëng boronice pa sheqer. Konsumi i lëngut të paambëlsuar të boronicës së kuqe është një nga recetat natyrale më të njohura, të cilat mund të ndërmerrni edhe në luftën kundër infeksioneve tuaja. Ju gjithashtu mundeni të merrni edhe një formulë kapsule. Boronica e kuqe funksionon duke ndihmuar në parandalimin e ngjitjes së bakterieve në traktin urinar. Merrni më shumë probiotik. Probiotikët janë mikroorganizma të dobishëm që konsumohen përmes ushqimit ose suplementeve. Ato mund t'i vendosni në ekuilibrin e shëndetit të bakterieve të zorëve tuaja. Ju mund t'i gjeni ato në forma të suplementeve ose edhe në ushqime të fermentuara të tilla si kefiri ose edhe kosi natyral.
Ato janë gjithashtu të dobishme edhe për të rivendosur bakteriet e shëndetshme të zorëve dhe për të parandaluar edhe këto shqetësime të njëpasnjëshme të organizmit dhe shëndetit tuaj. Ruani një higjen më të mirë edhe gjithashtu mbrojeni nga shqetësimet që I kanosin shëndetit tuaj. Higjiena më e fortë do të jetë një parandalim I infeksioneve. Filloni që të praktikoni një mburojë më të mirë të higjienës. Zakonet tuaja duhet t'i përmirësoni. Së pari, është e rëndësishme që të mos e mbani urinën për një kohë të gjatë, pasi kjo mund të çojë në grumbullimin e bakterieve dhe krijimin e shqetësimeve tuaja. Siç e dini, nëse mbani urinën për një pjesë të gjatë të ditës, ajo mund të ndikojë negativisht në çështjen tuaj të urinimit dhe të shkaktojë gjithashtu komplikacione të ndryshme shëndetësore. Për të mbajtur një funksion më të mirë të sistemit tuaj urinar, duhet të kujdeseni më shumë edhe për higjienën. Infeksionet të traktit urinar janë infeksione të cilat prekin çdo pjesë të sistemit tuaj imunitar dhe ndikojnë gjithashtu në përkeqësimin e problemeve të shëndetit dhe ndikimin e luhatjeve të forta të imunitetit. Shumica e infeksioneve të traktit urinar mund të preken në pjesën e poshtme të tij, kryesisht në fshikzë dhe në uretër. Femrat janë më të rrezikuara se sa meshkujt që të vuajnë nga këto shqetësime. Andaj, nëse doni të përmirësoni gjendjen tuaj dhe të mbani larg këto probleme, duhet të kujdeseni më shumë për gjendjen tuaj. Shpesh edhe pasojat serioze kur infeksionet përhapen në pjesën e sipërme të traktit urinar mund të ndikojnë gjithashtu edhe në veshka. Duhet të jeni shumë të kujdesshëm për pjesët tuaja që të parandaloni infeksionet. Disa mënyra natyrale të cilat ndihmojnë në këtë rast për mbajtjen larg të infeksioneve dhe çrregullimeve tuaja sipas del.com janë: pini sa më shumë ujë. Të qeni të hidratuar dhe konsumi sa më shumë ujë çdo ditë është një nga mënyrat më të mira për të parandaluar kështu edhe infeksionet urinare. Pirja e sa më shumë ujë dhe urinimi I shpeshtë ndihmojnë në nxjerrjen jashtë të bakterieve. Filloni duke konsumuar të paktën 9 gota ujë në ditë, sigurisht duke pasur në konsiderat nivelin e aktivitetin, dietën dhe mjedisin ku jeni. Asgjë nuk do të zerë vendin e ujit. Uji është një nga pijet më të rëndësishme për hidratim edhe një mburojë e shkëlqyer kundër infeksioneve tuaja urinare, citojnë ekspertët e Healthline. Konsumoni hudhra të pagatuara. Ekspertët rekomandojnë konsumin e hudrave për vetitë e tyre antimikrobike dhe antibiotike. Janë të dobishme ta shtypni hudhrën dhe ta lini për 5 minuta në mënyrë që të lëshojë përbërësin e alicinës. Përpiquni të konsumoni një thelpi hudhër të vogël në ditë për të marrë rezultatet më të mira natyrale kundër infeksioneve tuaja dhe për të ndikuar pozitivisht edhe në mburojën e organizmit. Bëni një dush të ngrohtë me livando. Trajtimi me një dush të ngrohtë me vajra esencial dhe livando ndihmon gjithashtu në lehtësimin e dhimbjeve të shkaktuara kryesisht nga infeksionet, sidomos ato urinare. Uji I ngrohtë mund të lehtësojë dhimbjet, djegjet dhe infeksionet urinare, ndërsa livandot njihen për efektet e tyre antibakteriale. Të mos përmendim pastaj edhe kënaqësinë që merrni nga dushet aromatike, sidomos edhe lehtësimi që do të marrë organizmi juaj nga përdorimi I livandos. Pini sa më shumë lëngje boronice. Besojeni ose jo, por kjo recetë e lashtë natyrale përdoret edhe në ditët e sotme. Studimet kanë treguar se boronica është antibiotiku më I mirë për të parandaluar edhe infeksionet tuaja urinare. E rëndësishme është të theksohet se duhet jetë lëng boronice 100% natyral, pa sheqer të shtuar. Ai me shije të hidhur. Lëngu I boronicës është I pasur gjithashtu edhe me substanca acidike që zhduken bakteriet e këqija që dëmtojnë në traktin urinar dhe ndikojnë gjithashtu në gjendjen tuaj shëndetësore. Përfshiheni këtë në dietën tuaj dhe do të keni rezultate më të mira. Gjithashtu, nëse keni shqetësime të tilla urinare, duhet I drejtoheni mjekut në mënyrë të menjëhershme, për të evituar kështu edhe komplikacionet e mundshme shëndetësore. Infeksionet urinare mund të prekin çdo. Prandaj, higjiena juaj dhe zgjidhja natyrale përmes këshillave të mjekut është çështja më e mirë imunitare që mund të ndërmerrni për hapat më të mirë natyral. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.